Jemi kthyer të premten që Lampas, pikërisht në datën 3 prill, përfundoi dhe edicioni i parë i X Factor Albania Kids. Edhe në fakt ka qenë një spektakël jashtëzakonshëm me net të mbushura me artistë të vegjël, të talentuar, me muzikë të interpretuar mrekullisht prej tyre dhe pa diskutime një garë shumë të fortë. Dhe ju e keni ndjekur pikërisht që të premten e kaluar ishte dhe finalja ku u shpall edhe fituesja e këtij kompeticioni, le të themi edicioni i parë edhe një herë i X Factor Kids Albania, ku fituese u shpall 13 vjeçaria nga Shkodra, Eden Dani, e cila interpretoi mrekullisht. Unë kam kënaqësinë ta pres sot në studio Eden Dani. Eden Dani, mirë se erdhe Eden. Bukuroshe, si je ti? O, sa e bukur që janë këve nga afër. Shkëlqeja aty në ekran, po mbi të gjitha zëri yt na ka mahnitur, i ka emocionuar të gjithë, edhe ti ke treguar që jeni një familje artistësh të mëdhenj, të gjithë bashkë. Dardha bie në ndar, kështu që vazhdoni të gjithë. Je sot e ftuar ajo speciale, sepse është intervista jote e parë që je për te X Factorit, apo jo? Si ndjehesh ti sot? Jam shumë e lumtur për çdo gjë edhe që jam këtu, edhe them që jam e mbushur me shumë lumturi. Unë të falenderoj shumë që je këtu edhe të uroj pafund për fitoren tënde. Mos e merituar e gjitha. Do ftoj të ulesh e dashur, ulemi atje, reatohemi. Eden Dani, fituesja e cila aty zëmëri e shumë mirë. Fituesja e cila në fakt jo vetëm na ka surprizuar me mënyrën se si ka kënduar, se si ka performuar, ajo sjellja e saj në skenë, po dhe mënyra se si flet, se si artikulon, se si shpret, është duket që është një vajzë shumë e mençur dhe shumë e pjekur për moshën e saj, kështu që e formuar në tërësi. Unë dua të sjell profilin që kemi përgatitur edhe që na kujton këtë moment të triumfit të Eden Danit, e sjellim dhe kthehemi sërish në studio. Bravo Eden, bravo! Je lindur për skenën me çfarë kuftoj unë, ë? Faleminderit. Je e lumtur në këtë moment kur e kujton këtë çast, sa herë që kthen se s'ka shumë që ka ndodhur, ë, disa ditë janë, është shumë e freskët e gjitha. Edhe pse janë pak ditë, mua ka marrë atë shumë malli, duket sikur jam bosh, du marr në prova. Shiko, rrugtimi yt sa ka nisur, kështu që sa do kesh gjëra të bukura përpara ti tashmë. Po si e kujton atë çast kur dëgjove emrin tënd? Ë, për të ngelur tek ai moment. Kam kënë, domethënë zemra jeme ishte i 100 km/h, nuk e di ku isha, edhe sa është një gjuaj emën, që banin ta kënë feriz, kam kënë aq e lumtur, nuk mu besote. Mu nuk mu besu, mi është një andosh 2 ditë për me kuptu që nodhi me ta manë, se ishte shumë kështu, po kam kënë e mushën me aq lumturi, plus shifsha to njerëzit që kishin ardhë, që u hallshin, edhe thjesht kam kënë shumë e lumtur. Qarë emocioni, do jetë me ty gjithë jetën, se është një start shumë i bukur ky për ty. Ti ke pasur eksperienca, sigurisht më e vogël në qytetin e Shkodrës. Shkodra kemi thënë është qyteti i artit, ka shumë artistë aty, kështu ti aty je ushqyer edhe nga gjitha i ambient rreth rrotull, përveç se e keni dhe në familje nga Elhajda jonë e mrekullueshme. Më thuaj pak Eden, si u prite në Shkodër, ai momenti kur u ktheve në qytetin tënd? Shkodra, njerëzit e mi, shoqënia, familja kanë kënë suporti më i madh, unë e di që pa ta s'kisha mujt me bë asnjë gjë, edhe pritja aty në ka kënë aq e mirë, jam një kaq e lumtur që kam pas kaq shumë dashuri nga ana tyne, e plus ata më kanë suportu për çdo javë, kanë ardhur për çdo javë me mjek, me mpa, me më dhënë shumë dashuri edhe i du shumë. E sa bukur, po në shkollë vajte, ke kthyer, si ishte dita e parë? Ka qenë dita e parë, më kanë prit me lule, me ceremoni, kanë vu këngët e mia në sfond, ishte shumë qef. Fantastike, në çfarë klase je? Jam në klasë 8. Në klasë të 8? Kështu që edhe një vit, edhe mbaron 9 vjeçare, dhe pastaj do të shkosh në gjimnaz, apo do ke në gjithë tjetër në gjimnaz, aty në Shkodër, ë? Po. Okej. Po në lidhje me muzikën, ke menduar të bësh ndonjë investim tjetër, le të themi, për sa i përket, apo ti e ke zërin edhe thjesht do të këndosh paralel? Momentalisht nuk është se jam shumë kështu e sigurt, por e di që universitetin kam qef me vazhdu për muzikë. Për muzikë. Kjo është gjëja që kam qef, obviously nuk i dihet kur, edhe nuk i dihet që mund t'japin jeta, por kjo është paka shumë fokus e jam momentalisht. Kështu që muzikë të pëlqen të kompozosh e të shkruash vetë këngë? Nuk kam provu, po edhe Mund ta provosh. Mund t'jetë një ide e bukur. Mirë, unë dua të sjell disa nga performancat e tua të X Factor, që na kanë mahnitur të gjithëve, sepse zëri yt binte dallonte, vërtet që ishte një zë i formuar shumë dhe kishte shumë talent aty në interpretimet e tua, kështu që kemi përgatitur një kolazh me disa nga këngët e tua, që i ndjekim tani.
Farë kënaqësie, mund të vazhdonim të dëgjonim kështu dhe ta linim intervistën, sepse janë aq të bukura këto interpretimet e tua. Vendos shumë shpirt kur interpreton dhe ndjehet ajo. Kur e ke kuptuar ti për herë të parë? Mban mend vite kur kthehesh pas që ti doje të bësh e këngëtare? Une, siç thash, kam kënu ku kam kanë qysh ku kam kanë shumë e vogël. Edhe të rrit e kuptosha se sa shumë e dosha muziken. Edhe unë e di që kam di gjithmonë që kam dosh me bë, kur të rritëm kam dosh me bë një punë që më pëlqen edhe që e du fort. Edhe të kuptu që një ndër gjërat që më pëlqen më shumë është muzika, edhe që basha për këtë punë, si thohet, pse jo këngëtare. Kështu që edhe prindrit me siguri, kur e kanë dëgjuar që ti ke një zë kaq të bukur, filluan pastaj edhe të angazhonin në për koncerte në Shkodër që bënit aty, kompeticione, gara të ndryshme. Më shumë zyshat. Zyshat, Po, zysha muzikës në shkollë, kështu ashtu. Më kanë angazhu shumë në për këta festivalet ose bilbilat që mund t'jenë konkurset në për Shkodër dhe ata kanë gjithashtu shumë qef. Janë eksperiencat që nuk kam i harru kur. Ke emocione kur je në skenë? Unë në fakt, të këto kompeticionit që kam bënë Shkodër, kam pas atë shumë emocione, isha gjithmonë shumë e turpshme, person që kishte marre parë se me dojnë skenë, edhe mund të them që kjo X Factor më ka ndihmu kaq shumë që me hek krejt turpin, edhe sikletin që mund kemë, si thotë, ku dalë skenë të sham krejt e lirshme, edhe krejt e qetë, si thotë, jam krejt. Pa diskutim është eksperiencë e jashtëzakonshme, po çfarë tjetër të mësoj ty X Factori? Si artiste, çfarë mësove ti nga gjithë kjo përvojë? 4 mujore duhet thënë, 4 muaj. Ne kena gati 1 vit e gjysmë. Imagjino, që keni filluar përgatitjet. Mund të them që jam rrit në shumë mënyra, jam rrit mënyrën artistike, pra në za, kam kuptu shumë ma shumë për muziken, mund të them që të është di me e kontrolu ma shumë edhe emocionet, edhe zanin kër jam skenë, edhe mund të them që kam bo një rritje shumë të madhe gjatë kësa eksperience. Absolutisht, edhe unë besoj që kjo vlen për të gjithë ata që kanë marrë pjesë. Patjetër. Pavarësisht se jo të gjithë mund të fitoni, sepse vetëm njëri do të shpallë fitues, pa diskutim, po për të gjithë ajo është një eksperiencë e vyer. Unë mendoj se fitoria për të tonë ka kënë fakti që tonë në arrit të mërësisht shumë në anën artistike. Absolutisht, ja, kjo është shumë e vërtet edhe bravo që e the. Flasim pak për momentin e duetit me Elhajda Dani. Ne ndoqëm atë moment, nëse është mundësia ta kemi sërish në sfond dhe duke një kaq bukur të dyja, pra Elhajda është halla jote, është motra e babait tënd dhe ti e mbesa. Eli, themu. Eli thëreti Elhajdës. Elhajda dihet me një zë të jashtëzakonshëm, Elhajdën tashmë është një nga zërat më të bukur, pa diskutim që kemi, dhe me ato sukseset e veta të jashtëzakonshme, gjithashtu edhe për te kufirin, tashmë prej shumë vitesh, si ka ndikuar ty fakti që je mbesa e saj? Më trego pak ato kujtimet e feminist, ndoshta lidhja e zërave pasaj që ju keni zbuluar me njëra tjetrën, më tregon ndonjë episod. Në fakt, Eli, me që ka kanë të mërësisht, Eli është njëherë një qytet, njëherë një vend, nuk është shumë e rrollë që Elin me e pos tonë kohën në Shqipni, është shumë e rrollë. Edhe ata takime që mund t'kena pas, si thot, gjoja fundit për cilën mund t'kena folësh për muziken, por e di që është një në gjojat për cilën bëjmë ma shumë band, si thot, edhe është një në njerëzit ma safe, ku mund është me shku dhe me tregu tana hallet e muzikë, si thot. Çfarë këshillet ka dhënë t'u Elhajda Dani, kur... Këshillat që mje për çdo herë, për çdo live, është thjesht shijoje. Se kur e shijon, nuk e di se si ka mundësi, po kur e shijon, del ma mirë, edhe e shijon edhe tjertë shumë ma mirë. Kështu që thjesht me shiju eksperiencen ka kanë këshilla ma më. Përqëndrohu të kënga dhe jo të publiku, gjatë kohës që këndohë. Përqëndrim të vedi që me shiju këngën, me një gjdo notë, me një zarë, me kënu për qef. Sa bukur, ta dëgjojmë edhe një fragment tjetër nga interpretimi juaj, sepse ka qenë shumë e bukur ajo mbrëmje. Çfarë interpretimi, çfarë zërash ju të dyja bashkë në këtë këngë? Elhajda erdhi aty për të bërë pikërisht të duet që ju do ta keni përgjithmonë tuajin. Sa herë që të kthehesh pas në kujtime, besoj do e kujtosh këtë çast jashtëzakonshëm të paharrueshëm. Është një ndër performancat që unë jam i sigurt që do ta marr gjithmonë zemrën. Elhajda me siguri ka uruar ty në lidhje me fitoren, por ka dhe një urim të veçantë për të ta bërë sot. Ndiqe pak. Edeni janë dikur bashkë këtë video,
edhe një dëvoshe bashkë me motrën banë në një. Nërsa sot, pa në momentu që bëhen videot e me të bëjë surprizë aktiv. E disha që këtë moment do vjen te i vit, shpresosha që do vinte pak më vonë, në mënyrë që me pas përvegje në mënyrë egoiste, kalo edhe i fijet, si femine. Ama e di shumë mirë që ka lejtë jot edhe forca jote, fishia jote, e uzanit tëm, është e madhe sa nuk ka marrë mërën me në familje sonë. Është e bame për një rrugë bosë, një rrugë Shkodrës, Shqipnisë, edhe ti e din shumë, besoj shumë talentin tani, edhe tek dotës. Kështu që do kisha dënë shumë të isha aty me ty, në të filmin tani X Factor, ama edhe tash shumë baroj edhe do përrosh kjo karrierën tane si e gëndani, edhe do t'jenë, shpresoj shumë shpejt. Ti e din shumë, ti di fort, edhe nuk e vetëm mesa jame, po i shoqja jame. Jam shumë kënaqur për ty. Kam marrë malli. Të nduroj me gjithë zemë shumë suksese. Liza Marti. Mas më shokë. Sa e bukur. Në fund fare tha mos ndrysho kur, tha Elajda, ishte shumë e bukur mesazhi i Elajdës. E falenderoj shumë Elajda, dani e mrekullueshme. Është vazhdon me aktivitetet e veta, me koncertet nga njëri qytet i botës në qytet tjetër, me gjitha të shfaqjet e veta që ka, kështu që vazhdojmë, ju urojmë shumë suksese të tjera Elajda Danit, edhe faleminderit për këtë emocion të bukur që realizuam këtu në studio, me mbesën e saj, halla me mbesën. Në familje këndojnë të tjerë në familjen tuaj? Apo në Shkodër këndojnë të gjithë tuaj? Shkodër, okej, kja është përgjigje që të kam me dhënë të shemra, për Shkodër këndojnë tonë. Këndoni gjithë është bukur aty, më thuaj cila ishte kënga jote më e dashur e gjithë këtij X Factori? Këtij X Factori, o zoti ma, unë mund të them që e kam shiju tana kongët, aqë shumë, nuk e di. Po heku këto duetet, këto performanse. Po, përveç dueteve, po, se janë të tjera, po. Po unë kam e met fanse Under Forever. Under, Under. Është kënga jote, e cila do të mbetet, le themi kalon më shumë gjurmë këtu, po që ti rrugës... Unë them se Under mund të quj këngën teme për këtë edicion. Dhe të shkon të jashtë mase kur e interpretoj, kështu mund ta këndosh ndoshta edhe më tutje, por besoj tani do fillojnë edhe ato projektet e tua artistike, këngë të reja, të cilat do t'i firmosësh ti, pra do t'i këndosh ti për herë të parë. Inshallah. Do vim pak nga pak të gjitha, pa tjetër me atë vokal që ke ti, si është e veten tënde ti pas 20 vitesh? Nuk e di se qa ka ardhmja për me dhanë, por thjesht shpresoj që unë me ka në një skenë edhe me pas njerës për para që mi din këngët, edhe i kënojnë me mu, edhe aja kishte ka në momenti maj lumëtëm, e di që ka me ka njëri maj lumëtëm që sa e gjëno për mu. E, sa bukur. Një koncert recital tënde në një stadium të madha, shumë po t'imaginoja dhe unë, të gjithë me telefonat nesë, pas 20 vjetësh kush e di qka dalë, do kemi ndonjë dritë në balë të gjithë, por do jemi aty në stadium duke të ndjekur ty, duke të shijuar zërin tënë të mrekullueshëm. Më thuaj diçka në lidhje me përgatitjet që bën ti, si punon ti me veten tënde, me muzikën, në përditshmërinë tënde? Se tash besoj e ke kuptuar që duhet të investosh seriozisht, sepse ti e ke një talent të jashtëzakonshëm, kështu që do t'i japësh kohë gjatë ditës, apo jo? Patjetër. Këtë periudhë kena bë prova jashtë mase, me zyshat, me tonjë, dhe më thonë, provat filloshin 7 natës, kishte kohë që kyshin 10 darks. Pra, shumë prova me zanin, me mësimin në skenë, vokalica, pra, dënë thjesht që mu angazhu shumë edhe me ju përqëndru, sepse çdo gjë mund të arrit. Cili zhanër ju t'i preferuar muzikor? Unë më them që më pëlqejnë tana, por unë jam njëri baladash. Balada të pëlqejnë. Baladat i dashuroj. Dhe përveç Elajda Danit, kë ke ti një këngëtare tjetër të preferuar, të huaj? Okej, unë më them Adele, edhe është këngëtara nga e cila mund shaf ma shumë vetën për gjajnë gjashmërit e ka jo, për mundohem që të se cili këngëtar me marrë pak, për me kriju një identitet temi, se u jam ala vogël. Sigurisht është shumë vogël e Po mund them që Adele është një nër my favorite. Dhe Adele do duhet ta presim, kam përshtypjen edhe ca, sepse është shkëputur me sa diu. Këtë periudhë që flasim, ka marrë kohë për veten e vet. Më pëlqen edhe ky menaxhimi që ka Adele për gjërat e veta. Nuk është bërë rob i muzikës, i artit, është ajo që e komandon të gjithën. Kurdo ajo bën muzikë dhe këndon, kur do të marrë kohë për vete, bën kështu që unë uroj që ti të arrish pikërisht këtë lloj suksesi në jetën tënde, që të vendosësh
vendososh vetë për gjërat e tua dhe ti mbushësh stadiumet plot me këngëtar, me fansa, sepse ka ndryshuar, ndjenti që ka një lloj ajri tjetër aktualisht me artistët që ka filluar të bëjnë koncerte madhështore në stadiume, kemi Alban Skënderaj me Elvira Camin, kush tjetër, kemi Elvana Gjata, gjithashtu që është duke bërë dhe ajo koncertin e vete i ka pasur dhe ajo gjithmonë plot, pra artistë të mrekullueshëm të cilët po janë duke, kanë hapur një kapitull të ri, le themi, në industrinë e muzikës shqiptare. Gjëja që mu më pëlqen më shumë tek Adele për shembull është fakti që ajo realizon ton këta koncerte, ton këta shfaqje, si thonë, në një mënyrë shumë klas, në një mënyrë shumë elegante, gjithmonë është shumë thjesht t'jep një vibe shumë madhështor. Edhe këngët që bën janë shumë madhështore, baladet që bën të prekun, pra është një vibe që unë shpresoj që mundem me e marrë edhe kur të rritem sepse më pëlqen shumë. Uroj që ëndrat e tua të bëjnë realitet. Uroj së pari të dalësh mirë me mësime, sepse shumë e rëndësishme që është formuar, dhe Adele besoj unë që ka arritur që ka këtë lloj menaxhimi në gjithçka, duhet të jetë njëri që ka punuar shumë me vete, kështu që suksese në shkollë dhe paralelisht edhe me muzikën tënde, të cilën ti e ke tashmë baraz me shpirtin, e ke aq të rëndësishme dhe të shtrenjtë. Uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Do doja të të kisha sërish në studio, po jam e sigur që do duhet presim ndoshta këngën tënde të parë kur ti t'jesh gati me këngën, ta kemi shumë shpejt tani, apo ka ndonjë plan konkret për këtë gjë? Nuk e di, unë nuk flas. Do presësh edhe pak. Edhe ne presim për lajme nga Eden Dani, por gjithsesi e duar të rëkasim pafund për këtë triumf të saj të jashtëzakonshëm. Ju du shumë duke qenë edhe fituesja e parë historike X Factor Albania, sepse sapo ka nisur këtë vit ka qenë edicioni i parë X Factor Albania Kids, duhet të thënë, kështu që ti je fituesja e parë historike, do të mbetesh në histori, do të ndjekin me siguri edhe fitues të tjerë ndër vite, po ti do të mbetesh gjithmonë e para. Të uroj më të mirat e dashurete dhe të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot. Kënaqësi të pata në studio. Faleminderit. Pashim. Ne kemi publicitet, kemi pas pak.